Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të rëndësishme në vendin tonë. Fillimisht do ndjekim insertin për të mësuar më shumë dhe më pas rikthehemi. Ndoshta nuk është era e parë që Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit përmendet në akuza publike, por hetimi i fundit i SPAK dhe goditja e kryer të martën e vendosin këtë institucion në qendër të një dosje shumë të rëndë penale. Një institucion që në emër të sigurisë së informacionit ka administruar dhe i qarkulluar miliarda lekë, sot përshkruhet nga prokuroria e posaçme si një grup i strukturuar kriminal. Akshi ka qenë më herët objekt kritikash politike për fshirë dhe akuza të drejt për drejta nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili ka pretenduar se tendrat e këtij institucioni janë dhënë në mënyrë sekrete në mbulesën e sigurisë kombëtare. Megjithatë, në debatin publik këto akuza ose janë relativizuar ose janë mbrojtur fort nga qeveria. Ndryshe ka ndodhur në këtë hetim penal. Prokurorët e SPAK në eshte dhe larg zhurmës politike kanë ndërtuar një dosje që flet për ekzistencën e një grupi kriminal brenda një institucioni publik me buxhet të lartë dhe ndikim strategjik. Sipas hetimeve zyrtare, grupi dyshohet se ka ndërhyrë drejt për drejt në proceset e prokurimit publik duke vendosur kritere specifike jashtë ligjit për të favorizuar kompani të paracaktuara. Paralelisht, përfaqësues të kompanive konkurruese janë detyruar të heqin dorë nga ankimet, duke garantuar që renditja e fituesve të mos ndryshojë, edhe në rastet kur procedurat ishin objekt kontestimi. Në këtë kuadër, SPAK dyshon se janë konsumuar element të konkurrencës palishme përmes dhunës dhe heqjes palishme të lirisë. Administrator kompanish kanë marrë pjesë formalisht në tendra, kanë lëshuar fatura tatimore fiktive dhe kanë kryer transaksione financiare me subjekte që nuk ishin realisht pjesë e procedurave të tenderimit, duke ndërtuar një skem tipike të pastrimit të produkteve të veprës penale. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Ergyes Agasin dhe Ermal Beqirajin, të dyshuar për konkurrencë të palishme përmes dhunës, heqje të palishme të lirisë, shkelje të barazisë në tendra, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Vendimet për ta nuk janë ekzekutuar ende pasi dyshohet se janë jashtë Shqipërisë. Masa arrest në shtëpi u caktua për drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj, si dhe për varësin e saj Hava Delibashi, të dyshuara për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendra në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kujtojmë se Karçanaj u paraqit në SPAK vetëm pak ditë përpara ekzekutimit të masës së sigurisë. Ndaj Erion Ismailit, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, gjykata vendosi pezullim nga ushtrimi i detyrës publike dhe ndalim të daljes së shtetit për veprën penale të konkurrencës së palishme përmes dhunës, të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas dyshimeve të prokurorisë së posaçme, Agasi, Beqiraj dhe Ismaili kanë marrë peng një biznesmen me qëllim që ky i fundit të mos hynte në garë për tendrat e Akshit. Ndërkohë, masa ndalimi i daljes jashtë shtetit u caktua dhe për Andis Papën, Gzim Hoxhën dhe Rokesh Rrytën, të dyshuar për pastrim të produkteve të veprës penale, pra pastrim parash, të kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Hetimet e prokurorisë së posaçme vijojnë, ndërsa kjo çështje konsiderohet një nga dosjet më të rënda që lidhet me abuzimin e tendrave publik dhe përfshirjen e strukturave shtetërore në veprimtari kriminale të organizuara. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Fatmir Merkoci. Zoti Merkoci, ju përshëndes, kënaqësi. Faleminderit edhe ju. Zoti Merkoci, nisim me insertin që dëgjuam së bashku ku hetimi i SPAK e vendos Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në qendër të një grupi të strukturuar kriminal duke përfshirë këtu ndërhyrje në tendera dhe favorizim kompanish të caktuara dhe pyetja lind se si mund të ndodhë tashmë që një institucion me rol strategjik për sigurinë e informacionit të përfshihet në një grup kriminal dhe nga ana tjetër çfarë mesazhi dërgon kjo për kontrollin dhe auditimin e institucioneve publike? Bie poshtë e gjithë ajo propagandë që këta kanë bërë përse e sigurisë kombëtare, sepse një institucion i tillë i cili ka të gjithë dhënat e shqiptarëve dhe të gjithë institucioneve të tjera del sot për mosbarazim tendra. Realisht nuk kemi të bëjmë me një mosbarazim tendrash, por kemi të bëjmë me një shkelje të vijës kuqe për sa i përket sigurisë kombëtare të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Mos harroni se është bërë një herë, janë bërë disa lojna duke quajtur që është sulmuar nga iranianët e vende të tjera, në të njëjtën kohë që ato lloj sulmesh janë bërë po vetëm nga këta persona, të cilët i kanë nxjerrë të dhënat dhe për të bërë atë grabitjen e madhe, sepse janë tendra të cilët pas çdo grabitje ndodhte çuditërisht ndoshin shumicë parash të hedhura për të
për të mbrojtur, për të bërë sigurinë akoma më tepër, në të njëjtën kohë që të gjithë dhënat e shqiptarëve kishin dalë sheshit. Dhe kjo është pika më e lartë e sigurisë kombëtare, ku qeveria do të mbajë përgjegjësi absolute dhe të jeni të bindur që asgjë nuk është bërë dhe asnjë veprim nuk bëhet pa dijenin dhe pa miratimin e kryeministit të Shqipërisë. Pavarësisht se aty dal Belinda Balluku apo të tjerë, ne e dim shumë mirë që çdo veprim që bëhet në Shqipëri, apo çdo leje, apo çdo tender, çdo projekt do kaloj patjetër në dorën e Edi Ramës. Kështu që SPAK-u ndoshta është, jo ndoshta, por është i vënuar në këtë lloj akuzi që ka ngritur sot, pasi duhet të ishte shumë më përpara, por me sa duket fjetja e SPAK-ut ka qenë dromice në para një viti. Tashmë duke qenë se brenda atij institucioni ndodhet edhe FBI-ja e amerikane, kanë një siguri më të madhe, patjetër, por kanë edhe një mbikëqyrje për gjithë veprimet që ata po bëjnë. Kështu që janë të detyruar të nxjerrin. Dhe nxjerrja në momentin e duhur, them, të kësaj akuze për këta persona është pikërisht lidhet me arrestimin apo të marrën pandehur të Belinda Ballukut, dhe në momentin, mos harroni se ka dalë në atë moment kur gjykata kushtetuese arriti të pështyrë në sovratin e vet me atë lloj vendimi që mori, dhe SPAK-u apo prokuroria posaçme u përgjigj pikërisht me këtë lloj padije tjetër, domethënë duke marrë të pandehur këta persona të tjerë, të cilët kanë direkt lidhje me Belinda Ballukun edhe me Edi Ramën. Nuk e shoh thjesht vetëm si tendera, që kanë marrë tender, janë përjashtuar nga tenderat apo kanë bërë. Tu kemi të bëjmë me sigurinë kombëtare të Shqipërisë. E qartë, Zoti Markoçi, nga ana tjetër, dyshohet se zyrtarët e Akshit kanë marrë peng një biznesmen për ta eliminuar nga gara për tenderat. Sa e rrezikshme është e gjitha kjo për integritetin e prokurimeve publike dhe çfarë precedentësh krijon nga ana tjetër për të gjitha institucionet e tjera shtetërore? Kjo tregon që ajo që unë në çdo hekimen ku kam pasur mundësi të dal nëpër media apo në shkrimet e mia, kam deklaruar, bë vite që unë deklaroj që Rama ka ndërtuar mafia në shtet, dhe mafia në këtë lloj forme funksionon. Pavarësisht se këta nuk kanë as moralin e mafjes, të paktën nuk kanë as moralin e tyre, por tek e fundit Rama ka ndërtuar një mafia shtet në Shqipëri. Mos ta harrojmë në asnjë moment këtë, sepse ta ndodhin të tilla gjëra në një shtet tjetër, domethënë ai shtet do konsiderohej i rrënuar, jo i rënë, por i rrënuar. Kështu që ndodhja në Shqipëri tregon që Rama ka atë forcën e madhe, mbështetjen e madhe që i ka dhënë qoftë Kabala, qoftë Sorosi, dhe ajo Shqipëria është kthyer në një çerdhe të tyre, pra çerdhe e Kabalës dhe e Sorosit të Shqipëri, dhe Rama është përfaqësuesi apo portavoqe e tyre në Europë. Dhe e gjitha ndodh në mes të Europës, një vend kaq i vogël, me një korrupsion kaq të madh, me një shtet e ka kaluar të gjitha kufit e shteteve, asaj që është shteti ligjor, shteti së drejtës, dhe tashmë ky e ka kthyer jo vetëm që është mafia shtet, por ky kërkon edhe ta legjitimojnë atë Republikën kryeministrore, pra që ky duhet të jetë i gjithë anshëm, i gjithë pushtetshëm, dhe ky duhet marrë çdo vendim, duhet të kalojë vetëm nëpërmjet duart vitit, qoftë vendimet që mund marrë SPAK-u për arrestime, apo qoftë edhe vendimet e gjykatave. Tashmë ne kemi parë se si ka vepruar ky me gjykatën kushtetuese dhe me gjithë gjykatet e tjera dhe me gjithë gjyqtarët të cilët nuk marrin vendime të cilat nuk pëlqejnë ky. Kështu që jemi në këtë lloj kushtesh. Tashmë mund të them që në fundi vitit do jetë ai që do tregoj edhe fundin e Ramës, sepse nuk kam është mbushur kupa në të gjitha pikat, nuk kem më. Kjo është të prekësh sigurinë kombëtare të një vendi në çdo vend botës që ti jesh, domethënë nuk di se si ekziston, se si qëndron akoma në detyrë.
në këtë lloj skandalesh. Thash nuk është vetëm Belinda Balluku apo personat e tjerë, sepse të gjithë që janë fijet, të gjitha çojnë tek kryeministri në asnjë vend tjetër. E qartë, zoti Markoçi, nga ana tjetër, SPA ka caktuar arrest me burg për 2 personat, arrest shtëpie për 2 të tjerë dhe ndalim të daljes jashtë shteti për disa të tjerë, përfshirë edhe zyrtar të policisë nga ana tjetër. Dhe si e vlerësoni të gjithë zgjedhjen e masave të sigurisë në këtë rast, dhe mendohet se do të jenë sigurisht efektive për të garantuar këtu vijimin e hetimeve pa ndikime politike, por jo vetëm në këtë rast, edhe në rastin e zonjës Balluku? Ndikimet politike deri dje kanë qenë, unë jo thash, deri dje kanë qenë, po pa me rikthimin e FBI-s në SPAK, Rama është e ka ndjerë dhe e kupton mjaft mirë që nuk ka më ndikim tek SPAK. Mund të ketë në një lëvizje të vogël, në një dikush aty mund të japin ndonjë informacion ai gjë, po që të ndikoj Rama tashmë drejt për drejt në SPAK nuk ndikon dot më. Këtë ai e ka qartë dhe e ka të kuptuar mjaft mirë. Përsa i përket masave të sigurisë, për mua nuk ka rëndësi shumë masat e sigurisë, çfarë masa merren me burga, arrest shtëpie, nuk është në një rëndësi. Dhe akuza që bëhet, nuk është problemi më i madh, edhe atë që ndjejnë dhe duan shqiptarët, është problemi a do konfiskojnë pasuritë e tyre, se kanë pasuri marramëndse, milionëshe, miliardëshe, kanë kalu do me thonë kufit e imagjinatës së një personi që mund bëhet kaq i pasur brenda një periudhe kaq të shkurtër. Dhe unë përsa i përket akuzës që kanë ngritur dhe akuzave që janë në vazhdimësi, do të shohim se a do jenë vërtet këto lloj akuzat që unë besoj që tashmë do jenë reale dhe nuk do ndodhin ato shpërdorimet e detyrës që bënte dikur SPAK-u, që i merrte dhe i dënonte me 1 vit, me 2 vit për shpërdorim detyre. Jo më kot pa ta kërkuar atëherë dhe kam kërkuar publikisht edhe kur u bë reforma në drejtësi që të hiqesh neni i shpërdorimit detyrës, se nuk mund të quhet shpërdorim detyre kur ti vjedh një tender me 100 milion, 50 milion, 200 milion euro edhe ti apo miliardë, se këta kanë shkruar ke miliardët, dhe të dënohesh për shpërdorim detyre. Tashmë unë them se SPAK-u tashmë ka marrë një rrugë tjetër, ka marrë një hovë tjetër, po ta veni re këto vitet pas rikthimit të FBI-s në zyrat e SPAK-ut, atë që Dumani e deklaroi në parlament që kemi një bashkëpunim dhe një ndërthurje të veprimeve tona me FBI-n dhe me DEA-n amerikane. Kështu që vetëm kjo mund ta zbërthej, domethënë këtë mafia shtet që është ndërtuar nga kryeministri i Shqipërisë. Nuk besoj se do të ngelemi tek ajo pjesa që të shpresojmë se çfarë do vendosë gjykata apo çfarë masë sigurie do jepet për Ballukun apo për personat e tjerë, nuk ka rëndësi fare masë sigurisë. Masë sigurisë është për këta më e leta është arrest shtëpie, më e lehtë. Sepse këta janë për burg, mas sigurie burg, po të shohim, po të bëjmë krahasimet e qytetarit të thjeshtë dhe me këta, masat e tyre janë edhe qesharake, sepse për një cigare ashash, për diçka shumë të vogël, apo pse ke lidh dritat e korrendit i ke lidh se s'ke pagu ato faturat, vjen arrest me burg direkt, prokurori vjen në sallë gjykatës me masën e sigurisë arrest me burg, për çdo lloj veprimi që të bësh, gjëja e parë e prokurorit është arrest me burg. Dhe për këtë çuditërisht na delo detyrim paraqitje, jo po e udhëra edhe kur mori për Belinda Ballukun që mori vendimin, po për pezullim detyre dhe heqjen e pasaportës, unë thash të paktën të kishe marrë dhe një mas tjetër që ishte detyrim paraqitje, se as detyrim paraqitje nuk morën. Por me sa duket ishte ajo loja tjetër apo politika tjetër e FBI-s për ta zhveshur Ramën tashmë nga të gjithë pikpamjet në opinionin publik, sepse luhet pak edhe me opinionin publik. Duke qenë se Rama nuk e shkarkoi ajo që unë pa ta thënë që kur Belinda Balluku doli nga dera e SPAK-ut, si e pa ndeur, unë thash dhe deklarova që Belinda Balluku nuk e jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçe për ta lëruar nga detyra këtë person. Dhe ashtu ndodhi. Kështu që
edhe presioni që bën ky, edhe mënyrën se si vepron ky, domethënë ky heqja e imunitetit, ky lloj imuniteti këtyre deputetëve që mbrojnë me këtë lloj imuniteti, nuk arrit ta kuptoj, nuk arrit të kuptoj edhe analistët apo personat publik apo qoftë edhe politikanë që dalin në mbrojtje tashmë të Belinda Ballukut për mos me i heq imunitetin, është koncept shumë i gabuar në kuptimin e asaj që një person i cili ka vjedhur, që akuzohet për vjedhje, nuk mundet ti dalësh në krah dhe thuash jo, ky duhet vazhdoj detyrën. Pra, kur themi ky duhet vazhdoj detyrën, do thotë që ky duhet vazhdoj të vjedhej akoma. Qartë. Ta lënë prishi provat. E qartë. Zoti Merkozi, unë do doja të ndalesha tek një tjetër çështje nga deklarata e kreut të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha, i cili në një konferencë për media të shprehur me akuza ndaj qeverisë Rama dhe gjatë fjalës tij ai ka theksuar se pas komunikimit të akt akuzës, Balluku shkoi direkt në kryeministri dhe sipas kreut të Partisë Demokratike ka kërcënuar qartë dhe se i ka thënë Ramës do të marrë me vete. Dhe a kemi të bëjmë tashmë me akuza politike pa prova apo nga ana tjetër Berisha po paralajmëron se ka vërtet një skenar të fshehur mes Belindës edhe Ramës, apo këto janë thjesht komunikime dhe deklarata për presione politike? Berisha bën shumë deklarata. Unë të se ku e dëgjoj Berisha atë deklaratën e Ballukut, sepse ka qenë 7 orë atje. Nëse këta do të kishim pak një ndjenjë tjetër dhe do të tregoheshin politikanëve për të përfituar nga ai takim që bëri Belinda Balluku me Edi Ramën për 7 orë dhe mas 4 orësh takimi u thirr Ulsi Manja për të në atë takim për të marrë gjithë veprimet që do bënin dhe ashtu siç ndodhi që qojnë gjykatë kushtetuese. Atë natë unë kam dalë dhe kam thënë që deputetët e Partisë Demokratike apo dhe të opozitës duhet dilnin para kryeministrisë, tek dera e kryeministrisë dhe duhet lajmëronin Spakun për shkeljen e urdhrit të gjykatës e cila e kishte pezulluar nga detyra, pra shkelje flagrante e vendimit gjykatës. Dhe asnjë nga deputetët, qoftë edhe vetë Sali Berisha, që bën këtë deklarat, duhet kishte dalë dhe duhet vinte tek kryeministria ku ishte Belinda Balluku. Sepse Belinda Balluku në orën 10 mëngjesit kishte marrë vendimin e pezullimit. Vendimi i pezullimit i gjykatës është i menjëhershëm. Pavarësisht se është i shkallës parë, nuk ka, është i menjëhershëm, është i ekzekutueshëm. Është i ankimueshëm patjetër, por është i ekzekutueshëm, ekzekutohet në vend. Dhe futja Belinda Ballukut për 7 orë në kryeministri dhe mosveprimi i asnjë deputeti, asnjë partie politike, këta që i quajnë veten politikan, se këta parapolitikë, nuk janë politikan, këta janë parapolitik. Nuk bëjnë politika, këta bëjnë deklarata mas, thot populli si kofili mas vjerave. Nuk është deklaratë kjo. Duhet të veprosh, në politikë veprohet. Kjo është një deklaratë, edhe një deklaratë është, edhe themi që dëgjoj se kjo ka bërë këtë, se i tha ky këtë, se të janë heqje vëmendje. Nga ajo që është thelbësorja. Belinda Balluku ka thyer urdhrin e gjykatës. Dhe këta deputet, nëse donin përfitonin edhe politikisht, por t'i tregonin edhe popullit që vërtet ato lloj deklarate që ne bëjmë apo të luftë që ne bëjmë e kemi seriozisht, duhet të vinin në kryeministri të merrin telefon Spakut, Dumanin, se i kanë numrat këta. Dhe t'i thonin, ky person ka thyer urdhrin e gjykatës, sepse unë jam dakord, edhe Dumani e ditë. Unë nuk e di se çfarë lojë lut Dumani dhe çfarë përgjimesh bën ai, dhe ka lënë dhe vetë lirë në atë formë. Por veprimi politik i partive politike, qoftë edhe vetë Berisha e di shumë mirë. Nuk ka nevojë të dalësh e të bësh atë lloj deklarate. Dija unë se i ka kërcënu, nuk e ka kërcënu Belinda. Ja po ja u them edhe herë. Po ja u them edhe juve, me që jemi për herë të parë me ju. Po ja u them edhe juve. Belinda Balluku nuk e ka kërcënu. Por, deklarata që unë bëra dhe thash, Belinda Balluku nuk jep dorëheqje dhe Rama nuk ka këllçe për ta lëruar Belinda Balluku nga detyra, ishte
thjesht e sqaruar më pas dhe kam thënë, Rama më shpejt firmos largimin e tij se sa Belinda Ballukut. Jo për korrupsionin, jo për atë që Belinda Balluku mund të thotë në SPAK, se SPAK-u i ka të gjithë dosjet. Dosjet kanë ardhur. Nuk janë dosje që janë bërë këtu. Hetimet kanë ardhur, ashtu si që erdhi për Akshin, që erdhën nga Italia. Por, çfarë ndodh? Nëse Belinda Balluku do ta shkarkonte Rama, do kriste lufta rrugës dhe Rama ka hallin e kokës vet. Jo të SPAK-ut. Këta e transferojnë sikur po hoqi Belinda do flasi, si foli, si e hoqi, si se hoqi Belinda do flasi, ashtu siç foli Erion Belia. Erion Belia nuk foli sepse kërkoi që të tregonte Ramën. Po para fakteve ishte i detyruar brenda në burg, ishte i detyruar të tregonte dhe të shfaqësonte veten e tij para fakteve që ishin konkrete në dosje. Pra nuk kemi lidhje fare. Pa ne që para politikun ta. Se këta nuk bëjnë një lëvizje politike. Dhe lëvizja më e mirë në atë momente ishte kjo. Të dilin, të vinin kryeministri dhe të merrnin SPAK. Pastaj, a vepron dhe SPAK-u, as vepron dhe SPAK-u, ky është problem tjetër. Qartë, mirë, zoti Merkoçi. Sa i thia unë se i tha ai se e kërcënoi. Për çfarë kërcënoi Belinda? Për çfarë do e kërcënonte Belinda? E qartë, mirë, unë do doja të... Nuk ka qenë, sepse gjërat merren në vimësi. Politika ka një të keqe, nëse nuk e ndjek ditë për ditë dhe nuk e njohat, je kot. Qartë. Belinda nuk ka qenë për të vënë zëvendës kryeministën mandatin e 4. Është vënë sekondin e fundit. Dhe ata që e vënë tani, ata nuk e lejnë me heq. Dhe pra ne Rama bën gjithë të luftë. Rama ka hallë, unë nuk kam thënë, Rama do ta shkarkoj Belinda Ballukun vetëm me një vendim gjykate për të justifikuar shkarkimin. Po jo se do ta mbroj dhe nuk e shkarkon. Se tjetë thjesht, vetëm për Belindën e kishe shkarku 70 herë. Mirë, zoti Merkoçi, shkurtimisht për ta mbyllur, sepse kemi arritur në limitet e kohës. Të doja të dija se çfarë mendoni tashmë për situatën politike brenda Partisë Demokratike dhe një herë azi edhe për lëvizjen e zotit Saliani. Brenda Partisë Demokratike vazhdon në një situatë 35 vjeçare, aty komandon Sorosi, me që e do shkurt fare. Aty komandon Sorosi, për sa kohë Sorosi bën ligjin aty në atë parti, nuk ka absolutisht asnjë lloj lëvizje tjetër. Saliani bëri një lëvizje të cilës unë ja kërkova publikisht, edhe Salianit ja kam kërkuar, kam thënë, e ke takime apo lëvizje, për sa kohë nuk e ka ndarë mendjen që e ka takime apo lëvizje, sepse është shumë e thjesht bësh takime dhe është e vështirë të bësh lëvizje, sepse kur bën lëvizje duhet të nxjerrësh platformën tënde, duhet të nxjerrësh objektivat që ke dhe atje ku do shkosh, që ti kur shkon takon antarët e partisë duhet të shpalosësh në qoftë alternativën, qoftë edhe synimin. Në një moment kur ti nuk shpalos as synim, as alternativë, po e bën një takim edhe me fillojnë edhe zihen, domethënë, a kishe ti 5, a kishe unë 7, kjo nuk është as politike një herë, e para, nuk është lëvizje politike. Kjo është lëvizje, unë fillimisht e kam quajtur një luftë brenda jo Sali Berishës edhe Ervin Salianit, por nëmjet Gazbarit edhe Ervin Salianit, sepse Ervin Salianit duhet ta kuptoni që ishte koptuar në kryesi dhe asnjëri nuk e hapi gojen dhe tha si u erdhi ky njeri me vendim të kujt? Sali Berishës? Po pse çfarë Sali Berisha? Ka partinë vet që këdo Sali Berisha fuska në kryesi, këdo heq. Dhe sot që e heq, sot thon pse e hoqi pa vendim, po pa vendim ka ardhur. Qartë. Dhe ta heqi, do ta heqi. Se ai e solli e i e heq. Dhe unë e di se ç'a veprimesh ka bërë. Dhe çuditshme se edhe në Këshill Kombëtar, që dëgjova, nuk dëgjova që pyetesh dikush, ore, si u mor ky vendim? A ka një vendim? Ose kryesia? Po nuk mund dali tani flamur noka e të përsërisi portavoce Sali Berishës. Ato që thot Berisha, jo vetëm flamur noka, ata të gjitha ty ashuja. Ç'a thot Berisha, thon ata. Njerëz të cilët nuk kanë integritetin e tyre, nuk kanë moralin e tyre, nuk kanë dignitetin e tyre, nuk kanë bërë njëherë një lëvizje. Dhe unë për ne e thësh edhe Saliani.
E ke takim apo lëvizje. Po nuk bëhet kështu. Dhe Partia Demokratike prandaj ka ardhur në këtë drejtë. Sepse jo vetëm ata, janë gjithë partitë politike në Shqipëri kështu janë. Të gjitha janë në këtë lloj forme. Po ti marrësh kryetarët e partive, edhe këto të reja gjoja që dolën, po të marrësh dhe të pyesësh kush është rivali i tij, asnjë s'di. Vetëm emri, edhe kur përdorin emrat e kryetarëve të partive. Nuk thon Partia Socialiste, po thon Rama, nuk thon Partia Demokratike, thon Berisha, Llapa, Mapa, Qori, ku diun. Emra partish i zhdukit. Autokrat. Që kur lindin autokrat. Pse? Sepse mungon e djathta në Shqipëri. Nuk ka parti të djathtë që të bëjë reakcion, që të ketë edhe populli të kuptojë jo valla se çka ka. Këto janë gjithë njësoj. Në gjendë mundësi siç ka qenë dikur. Vazhdojmë 83 vjet me gjendë mundësi, udhëheqim dhe drejtojmë politikën, që ta që politikun prapë ja u ripërsërish, ta janë para politik, nuk janë politikan. Këta janë gjithë në agjendën e Sorosit. 35 vjetë Shqipëria ka bërë agjendën e Sorosit. Dhe vazhdojnë me atë agjendë. Dhe e vërtetun, kur firmosin për Shabani. Njëri unë e Sorosit dhe firmosin Partia Demokratike. Ta që qatë i themu të në? Ta një parti që nuk pati kurajon, civilet, bëndi një shkres të dërgonin bashki për t'i heqë titullin qytetar në drejt Sorosit. Në të gjithën kohë që Amerika e ka shpallur Sorosin në organizat terroriste, jo kriminali, po terroriste. Dhe këtu, kjo parti e cila pretendon që është parti e djathtë nuk është, pretendon se ndjek politikën e Trumpit, nuk bën një lëvizje të vetme ka shi Sorosin. Atëherë? Dhe kanë njësës pasaj që thonë që janë gjithë bashkë. Po pse bën numra atje? Atje në sallë kuvendit, kujtosi me atë i Mushemenin Miletit, vete zgjedhë dhe vetë në flak. Nuk është kjo. Partia Demokratike është partia e qendrës. Ka dik ai nocioni që ne krijuam atë parti, që është në 90-ën, si një parti të djathtë për të përballur me të majtën, po për parti të qendrës. S'kam nevojë për parti të qendrës, aty janë. Socialdemokratët aty janë. Atëherë ne mendojmë parti të djathtë. Nëse ti e partina rrëshket, ke qendra dhe majtës, s'është më partia. Nëse ti ndjek politikën e Sorosit, nëse ty njerëzit e Sorosit i ka aty brenda, dhe këtë nuk është se po ja u them sot. Unë këtë e kam deklaruar mes Partisë Demokratike kur në primaret e para dhe thash për sa kohë Soros i komandon në këtë parti. Dhe asnjëri nuk reagoi. Edhe Saliani ka qenë aty. Nuk ka reaguar. Edhe këta që dalin sot edhe Gjoja shajnë Sorosin. Edhe këta nuk kanë reaguar. Sepse janë deputet, apo e qymë vetëm politikan, se këta sa marrë një karton deputet e qymë vetëm politikan, janë famos këta. Që qymë vetëm politikan, nuk kanë bërë një lëvizje politike. Nuk më gjeni një kaos të djathtës, që e quajnë këta në thojza janë e djathtë, që kanë hedhë një kaos, që kanë dhënë një zgjidhje. 13 vjetë në opozit, dhe nuk ke asnjë lloj alternative, do të dalim protest, dhe të gjithë partit, po t'i vesh re, të gjithë partit thot, do dalim protest. Atëherë u shtroj pyetje, ju jeni jo para politik, po foshnjërak politik. Pse? Po më gjeni në një vend botës që partit politike dalin në protesta e revolta. Dalin sindikat. Nuk dalin partit politike, nuk rrëzojnë do të partit politike qeveri. Në 91 kur jemi ngret, kemi kriju sindikatën që kemi hedhë qeverin nano. Partia Demokratike humbi zgjedhjet. Dhe megjithatë ne u çum, bëm atë revolt. Një mujor që bllokuam gjithë Shqipërinë dhe u bë zgjedhje parakoshme. E qartë. Po nuk është partia politike për të rrëzu qeverisë, dhe nuk ka ndodhur në asnjë vend botës, dhe nuk ka një literaturë në botë ta pranoj këtë. Që partit politike dalin, dhe të gjithë partitë, edhe partitë e reja, dalin protesto. Si dil ka partia protestë?
Parti politike, po këta e tregojnë vetën pra, që nuk janë politikanë, tregojnë vetë, nuk kanë koncept. Në momentin që nuk ke koncept, sepse vazhdoj me konceptin marxist-leninist, partia i ditë gjitha, partia i bën gjitha, partia e rregullon, partia të bë me shtëpi, partia të bë me punë. Partia të bën pasanik, oligarkët e partisë. Partia të bën gjitha. Qartë, zoti Merkoci, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Edhe unë falenderoj. Falenderit shumë, ishte kënaqësi. Mirë, nderuar teleshikues, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, më pas do të rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur tashmë tek gjeopolitika. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Rusia dhe Ukraina, ne do ndjekim insertin dhe rikthehemi. Ministri rus i mbrojtjes Andrei Belousov deklaroi se ekzistojnë prova që NATO po përgatitet për një përplasje ushtarake me Rusin me synimin për të arritur gatishmëri për veprime të tilla në fund të kësaj dekade ose në fillim të viteve 2030. Sipas raportimit të Interfax, Belousov i bëri këtë deklarata gjatë një mbledhje të zgjeruar të bordit të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, ku theksoi se Aleanca e Atlantikut të Veriut po rrit ndjeshëm kapacitetet e saj ushtarake. Ai përmendi përgatitjet për vendosjen e raketave me rreze të mesme, modernizimin e mbrojtjes ajrore dhe raketore, përditësimin e arsenalit bërthamor dhe rritjen e shpejtësisë së dislokimit të trupave në krahun lindor të NATO-s, përmes asaj që ai e quajti Schengen ushtarak. Belousov shtoi se shpenzimet ushtarake të NATO-s janë rritur ndjeshëm, duke arritur aktualisht në rreth 1.6 trilion dollar në vit, dhe se me synimin për ta çuar buxhetin në 5% të BBP-s të vendeve anëtare, ai mund të rritë deri në 2.7 trilion dollar. Sipas analizës së situatës ushtarake politike, të gjitha këto tregojnë se NATO po përgatitet për një konfrontim ushtarak me Rusin, citohet të këtësen Belousov. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar zotin Nikola Kedhi. Nikola, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nikola, e nisim me insertin që dëgjuam, ku deklaratat flasin për rritje të kapaciteteve ushtarake të NATO-s, por edhe gatishmëri për veprime të mundshme në lindje. Dhe pyetja është se a ka shenja konkrete vërtet që NATO po planifikon një përballje ushtarake me Rusin, apo këto janë thjesht paralajmërime strategjike më shumë për të friksuar Moskën? NATO është, duhet kemi parasysh që NATO është një aleancë ushtarake mbrojtëse, nuk është një aleancë ushtarake sulmuese. Nuk ka sulmuar NATO vendet në lindje të saj. Dhe unë nuk bie fort dakord që Rusia e ka bërë agresionin në Ukrainë apo agresione të tjera për shkak të zgjerimit të NATO-s. NATO nuk i ka pushtuar vendet në lindje të cilat janë pjesë e aleancës, janë futur ato me dëshirën e tyre, siç u fut Shqipëria me dëshirën e vet. Donim ne të futeshim në NATO, paraqitëm kërkesën tonë për të futur në NATO, plotësuam disa kritere dhe u futëm. Për arsye se të qenit pjesë e kësaj aleance siguron disa mekanizma mbrojtës të cilët ne normalisht nuk do t'i kishim. Vende të vogla, të cilat kanë qenë më përpara pre e agresioneve ruse apo të vendeve të tjera, dhe janë tepër të dobta relativisht në një farë mënyrë për të përballur me këto shtete të mëdha, natyrisht që kërkojnë një mbrojtje shtesë, disa garanci shtesë. Çfarë po kërkon Ukraina sot? Po kërkon disa garanci që ajo që ndodhi me sulmin e Rusisë, qoftë në Krime më përpara, po edhe më pas me pushtimin e plot në 2022 ose me avancimin në Ukrainë në 2022 mos të ndodhi më. Dhe ndaj, NATO ka kuptuar që ka vetëm një mënyrë se si shtetet të cilat kanë ambicjet e veta, aspiratat e veta gjeopolitike, të mos i arrin këto ambicjet të tyre ose synimet të tyre, siç është Rusia apo Kina apo shtetet të tjera. Dhe mënyra e vetme është parimi që kanë pasur presidentë të ndryshëm amerikanë ose administrata të ndryshme amerikane, që nga koha e Washingtonit deri te Reagani apo Trumpi sot, që është paqja nëpërmjet forcës. Armatim i një vendi apo një aleance apo përgatitje të ndryshme që mund të bëhen ushtarake ose në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, nuk do të thotë që këto shtete ose kjo aleancë do sulmoj. Por të qenit të fortë bën që të stepen aktorë të tjerë gjeopolitik që kanë aspiratat e tyre dhe mos të avancojnë. Kur avancoi Rusia drejt Ukrainës,
apo më herët në Gjeorgji me sulmin apo në Krime, kur ka perceptuar një dobësi të perëndimit. E pas se çfarë ndodhi në 2021 me largimin e turpshëm në atë mënyrë që u bë nga Afganistani, nga administrata e presidentit Biden, e pa që Europa ishte tepër e dobët ekonomikisht e varur për çështjet e energjisë nga Rusia dhe pa që një sulm në Ukrainë do të ishte me kosto minimale për Rusinë. Dhe Rusia e kapi momentin dhe avancoi. E vetmja mënyrë që kjo të mos përsëritet më është në qoftë se shtetet e perëndimit ndryshojnë në rast të parë mënyrën e të funksionuarit të këtyre shteteve për të shkuar drejt atyre sistemeve demokratike funksionale, larg censurës, me forcim të lirive të individit e tjerë me radhë, ndryshim të rësor të modelit ekonomik, forcim të kapitalizmit dhe të tregut të lirë, dhe natyrisht mbrojtje të interesave kombëtar, rritje të sigurisë, të mbrojtjes të kapaciteteve mbrojtëse, dhe në këtë aspekt është edhe kërkesa për 5% e NATO-s kërkuar nga presidenti amerikan Trump, dhe të gjithë këto përpjekje po shikojmë nga vendet anëtare të aleancës në mënyrë që duke u kombinuar me këto faktorët e tjerë, të arrijnë të stepin Rusinë, Kinën, Iranin dhe faktorë të tjerë dhe të arrijnë të mbajnë në afatgjatë balancën e pushtetit në gjeopolitik në perëndim. Nikola, mbas gjithë këtyre zhvillimeve dhe deklaratave të njëpasnjëshme, apo kalon kjo linja e kuqe për sigurinë ndërkombëtare dhe sa e rrezikshme është më tej edhe për stabilitetin global? Po, vija e kuqe, unë sërish t'i kthem asaj që thash, vija e kuqe kalohet në qoftë se ne shikojmë që këto shtetet që kërkojnë një ndryshim në rendin botror, siç është Rusia, Kina, ose më saktë Kina, Rusia, Irani, apo satelitë të tjerë të tyre, apo shtete që mund të jenë bashkuar në këtë aleancë, shikojnë që perëndimi është i dobësuar dhe avancojnë në lidhje me aspiratat ose ambicet e tyre gjeopolitike. Në qoftë se ata shikojnë që perëndimi është gjithmonë më në tërheqje, atëherë këta do jenë këta do avancojnë dhe do kalojnë dhe vijat e kuqe. Në qoftë se kemi një balancë të shëndetshme gjeopolitike, ku perëndimi bën punën e vet, forcohet me tre elementet që unë thash, tre elementet kryesor, qoftë me sistemet demokratike që ndërtojnë, me modelet ekonomike dhe me sigurinë, atëherë bëhet e mundur që balanca e pushtetit qëndrojë në perëndim dhe të kemi një mundësi për marrëveshje afatgjata për rendin botror që do ta mbajnë Rusinë, Kinën dhe këto shtete që duan të imponojnë modelin e tyre në zonat e veta të influencës, pra të mos avancojnë më tej. E qartë, Nikola, nga ana tjetër, çdo përshkallëzim, nëse e marrim të mirëshëm, pra mund të ketë edhe ndikim të madh në Ballkan, Ukrainë, Bielorusi edhe më gjerë. Dhe pyetja lind se çfarë pasojë strategjike mund të ketë një konfrontim ose tension i vazhdueshëm, nëse sigurisht nuk do të kemi edhe një marrëveshje. Po, Ballkani është padyshim një rajon delikat dhe është një rajon që her pas here kthehet dhe në vëmendjen e administratës amerikane. E cila herë duket sigurisht me tërhequr, herë duket sikur u lë europianëve që t'i zgjidhin, por gjithsesi është një rajon që është në vëmendjen e tyre dhe kjo u tregua dhe me firmosin e presidentit Trump të dihet asaj që kaloi në Kongresin Amerikan në lidhje me Ballkanin. Që do të thotë, po themi kaloi, u kodifikua, ajo që mund të ishte më përpara në formë rezolute ose qëndrimi politik që në Ballkan nuk do lejohen ndryshime kufish, nuk do lejohen influenca të tjera, qoftë ruse, qoftë kineze, dhe nuk do lejohen ndryshime kufish. Do të thënë, kjo është më e rëndësishmja, që në një farë mënyrë do të çonte në një destabilizim, se nëse ndryshon kufit në një mes dy shteteve, kjo mund të hapi kutinë e Pandorës, të çojë në ndryshime kufish në shtete të tjera, se ne dimë si janë sa delikate janë balancat në Ballkan. Në këtë aspekt, duke pasur një vëmendje
duke pasur një vëmendje të shtuar në Ballkan, kufizohen dhe avancimet që mund të kenë shtete të tjera, të cilat nuk janë në interesin tonë, për shembull, nëse ato do rrisin interesat e tyre. Ndaj, në këtë aspekt, Ballkani është i qartë në këndvështrimin e atyre që marrin vendimet në Shtetet e Bashkuara në këtë rast, se si do jetë, si rajon i formësuar, si do jenë balancat aty, dhe nuk mendoj se do ketë pasoja negative për Ballkanin, ose të paktën për faktorin shqiptar në Ballkan, nga çfarëdo që mund të ndodhi në Ukrainë, në konfliktin Rusi-Ukrainë. Nikola, nga ana tjetër, presidenti i SBA Donald Trump ka promovuar edhe një boom ekonomik gjatë një fjalimi të tij, pavarësisht se ka thënë se inflacioni mbetet i lartë dhe tregu i punës nga ana tjetër është dobësuar. Sa të besueshme është këtë dhe cilat do të jenë pasojat? U votua paketa, po themi, ekonomike e presidentit Trump, paketa fiskale me uljet e taksave që ai kishte premtuar gjatë fushatës, e kështu me radhë, dhe ato e marrin efektin në janar. Pra, pritet të shikojmë në 2026 se çfarë do kenë efekt gjithë këto politika të presidentit Trump tashmë të kaluara dhe në Kongres dhe të firmosura më pas nga ai. Kemi parë efektet e tarifave, të ardhura rekord janë futur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deficiti tregtar ka qenë më i ulti në disa vite, deficiti buxhetor gjithashtu ka qenë më i ulti prej disa vitesh, që do të thotë vërtet shteti amerikan shpenzon më shumë se çka të ardhura duke marrë borxh, por kjo gjë ka ndodhur në një masë më të vogël në këto muaj që ka qeverisur presidenti Trump, në gati një vit që ka qeverisur Trump. Neve mund të shikojmë si kanë qenë pasojat e politikave të presidentit Trump në mandatin e parë për të pasur një ide se si do jetë viti 2026 për shembull. Dhe unë dua ta theksoj këtë sepse është provuar disa herë në shtete të ndryshme nga drejtues të ndryshëm të këtyre shteteve, qoftë në Shtetet e Bashkuara me presidentin Reagan, edhe me presidentin Bush, me presidentin Trump, apo më herët me presidentë të tjerë republikan, që kombinimi i asaj që quhet deregullim, pra uljes së barës burokratike, rregullatore tek sipërmarrjet, shoqëruar me uljen e taksave, uljen e gjithë presionit të makinerisë shtetërore drejt individit, duke i dhënë individit më shumë mundësi, më shumë liri ekonomike, më shumë liri individuale, ka çuar kombet në prosperitet. Janë ato që quhen politika të anës së ofertës. Në mandatin e parë të presidentit Trump, ekonomia u rit, nëse Barack Obama e la me një rritje ekonomike 1%, në mandatin e parë të presidentit Trump arriti rritja ekonomike edhe në 3%. Ndërkohë kujtojmë këtu që Barack Obama kur ishte president thoshte t'i harojmë rritjet me 3% sepse janë të pamundura më për shkak të ndryshimeve strukturore në ekonominë amerikane. Kjo gjë ndodhi në fakt me politikat e presidentit Trump, me politikat e djathta që ai ndodhi, sepse ekonomia amerikane u rit 3%, që është një shifër e konsiderueshme për një ekonomi të zhvilluar. Ndaj, ne pam këtë efekt. Nga ana tjetër, u ritën pagat për të gjitha shtresat, për të gjithë grup moshat, për të gjithë kategoritë në 4 vjeçarin e presidentit Trump, arritën në rritje rekord. Varfëria ul në një rekord minimal prej 20 vjetësh në Shtetet e Bashkuara. Pra, i dhanë efektet dhe ekonomia ishte forcimi i ekonomisë ishte një nga rritjet më të mëdha të presidentit Trump në 4 vite. Duke ndjekur të njëjtat politika, edhe me i vendosur se që ishte në mandatin e parë, natyrisht që efekti do jetë pak a shumë i ngjashëm edhe në këtë 4 vjeçar. Kam përshtypjen se s'mund të jetë ndryshe. Ne kemi parë që inflacioni është ulur në Shtetet e Bashkuara, çmimi i karburantit është ulur sërish aty ku ishte kur e la presidenti Trump në 2020-ën, pra ka filluar të duket efektet e politikave. Natyrisht viti tjetër fiskal do jetë një vit i plot i qeverisjes së Trumpit dhe të politikave të tij, ndryshe nga viti kaluar që ai u detyrua të punonte me atë që kishte trashëguar nga Biden, dhe është e pritshme që të ketë një boom.
E qartë. Nga ana tjetër, Nikola, Trump ka njoftuar dhe pagesa për 1.45 milion njësit ushtarake, duke lidhur këtë edhe me të ardhurat nga tarifat. A mund të shihet e gjitha kjo si një strategji politike për të mobilizuar nga ana tjetër dhe bazën e tij ushtarake? Republikanët në përgjithësi kanë një vëmendje të theksuar tek ata që sakrifikojnë ose bën jetën e tyre në rrezik për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një respekt që ata kanë, një nderim për veteranët e luftës, për ushtarakët, dhe kjo është në vazhdën e kësaj gjëje. Është një shpërblim për ata që vën jetën e tyre në rrezik. Të gjithë ne duhet ta kemi në të gjithë vendet, edhe ne në vendin tonë, një respekt të veçantë për ata të cilët vën jetën e tyre në rrezik. Ndoshta në Shqipëri është disi më pak, sepse Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në vende të ndryshme të botës, në konflikte të ndryshme, në vende të largëta nga shtëpia e tyre. Po dhe mbase ata e kanë disi më të theksuar këtë, po unë e shikoj në këtë mënyrë. Aq më tepër që është dhe 250 vjetori i Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe është në vazhdën e festimeve ose të ngjarjeve për nderimin e 250 viteve të shtetit amerikan. E qartë, Nikola, për ta mbyllur, sepse jemi në fund dhe nuk duhet të marrë edhe shumë kohë, do doja të ndalesh edhe tek vendimi i fundit i ditës sotme, ku Donald Trump ka pezulluar dhe programin e llotarisë amerikane. Si e ke parë këtë vendim që prek edhe shqiptarët? Të them të drejtën, nuk kam mundur ta shikoj në detaje. Po për emigracionin unë doja të thosha këtë gjë, sepse ka pasur dekadën e fundit po themi një keq kuptim, e thënë në mënyrë shumë të zbutur, për politikën migratore të presidentit Trump dhe të djathtëve në përgjithësi. Nuk është as çështje racizmi, as çështje ksenofobie, siç mediat e majta, grupe të ndryshme të interesit të majt përpiqen që ta paraqesin. Thelbi është shumë i thjeshtë dhe më i kuptueshëm se kaq, dhe është i tillë. Në një vend të quhet normal dhe të funksionojë, natyrisht duhet të ketë kufi. Ashtu si ne në shtëpitë tona mbyllim dyert me çelës, dhe nuk bëjmë këtë sepse jemi racist apo ksenofob ndaj fqinjve tanë, por e bëjmë për shkak të sigurisë tonë. Në të njëjtën mënyrë funksionon dhe një shtet. Një shtet ka kufit e vet, ka portat, po themi, në thonjza të veta, nëpërmjet të cilave kushdo që të futet me një leje të caktuar, troket dhe futet aty. Për shumë kohë, dhe duke ardhur si pasojë dhe disa politikave radikale të agjendave të caktuara të majta, këto kufi praktikisht u zhdukën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne kemi parë edhe në Europë këtë gjë, duke bërë që vendet perëndimore të përmbyteshin nga grupe të ndryshme migratore me flukse tepër të mëdha. Tani, një shtet ka dhe resurset e veta të kufizuara, të cilat nuk mund t'i përballë me një përmbytje të tillë me shifra shumë të mëdha të njerëzve që vinë dhe futen në këto kufi. Patjetër. Më pas janë edhe jo vetëm çështje resurseve, ekonomisë, por edhe çështjet demografike, kulturore. Shumë janë që nuk përputhen, vinë nga kultura që nuk përputhen me kulturat perëndimore dhe aratisen nga vendet ku vinë, të cilat janë në gjendje jo të mira ekonomike, kulturore, sociale, dhe përpiqen më pas që t'i imponojnë këtyre shoqërive perëndimore që i kanë pranuar këtë kulturë ose këto modele të dështuara në vendet nga ata largohen. Dhe kjo krijon edhe konflikte sociale. Ne kemi parë se çka ndodhur me shumë që shkojnë në mënyrë ilegale dhe mund të jenë dhe pjesë siç ka ndodhur shpeshherë nga Meksika dhe e karteleve të drogës apo grupeve të tjera. Pra është edhe një rrezikshmëri sociale. Më pas janë shumë faktorë dhe duke parë këto faktorë se si ka ndikuar në shoqëritë perëndimore, shumë grupime, të cilat sot janë shumicë në kontinentin evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa raste edhe duke ardhur nga e majta, thonë që neve nuk mund t'i lëm kufit të pa kontrolluar dhe të futet kushdo, sepse është e pamundur që t'i menaxhojmë me kapacitetet që kemi. Duhet të kemi një emigracion të rregullt, që kush kërkon të futet në mënyrë të rregullt, patjetër që do futet, po kush kërkon që të shkel ligjet
amerikane apo të vendeve europiane duke u futur në mënyrë të paregullt nga toka apo nga deti me varkat, ta ketë të vështirë ta bëj këtë gjë. Dhe derisa të qartësohet disi kjo çështja e emigracionit, e situatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e njëjta gjë vlen edhe në Europë, natyrisht që do ketë kufizime si në programin e llotarisë amerikane apo në programet e tjera, derisa të rregullohen gjërat, sepse nuk jemi në një situatë normale në perëndim për sa i përket emigracionit. Dhe shqetësimi vjen nga emigracioni i jashtëligjshëm, sepse ai është emigracioni tepër i vështirë për të kontrolluar, për të parë se ku shkojnë këta njerëz, pasi kalojnë kufirin, çfarë bëjnë e kështu me radhë. Nëse ti vete në mënyrë të rregullt, ka një kontroll shtesë, ti ke kaluar nëpërmjet institucioneve, organeve kontrolluese të shtetit ku shkon, dhe natyrisht nuk bëhet fjalë për emigracionin e ligjshëm. Nuk është as Trumpi, as republikanët amerikan, as të djathtët europian kundër migracionit të ligjshëm. Problemi është me migracionin e jashtëligjshëm pikërisht për arsyet që unë thash dhe pasojat që ky emigracion shkakton në shoqëritë perëndimore. E qartë, mirë, Nikola, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësi edhe për mua. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të kësaj pjese të dytë, ne rikthehemi pas pak në pjesën e tretë. Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë, do ndalemi sërish tek hetimi i SPAK, i cili ka përfshirë akshin. Kam të ftuar ditën e sotme kolegun dhe avokatin Mersit Gubi. Mersit, përshëndes. Kënaqësi si gjithmonë, Grisela. Të përshëndes domun. E nisim fillimisht me atë që unë sapo thash, pra hetimi i SPAK, i cili ka përfshirë akshin, një institucion me rol strategjik për sigurinë e informacionit sigurisht, duke lidhur me një grup të strukturuar kriminal. Si mund të ndodhë që një institucion kaq strategjik të përfshihet në një skem kriminale dhe çfarë standardesh ligjore nga ana tjetër duhet të ekzistojnë për auditimin dhe kontrollin e tij? Në radhë parë është çështje fryme, pavarësisht se ekzistojnë ligjet, është fryma në mënyrën se si konceptohet, organizohet dhe qeveriset institucioni, po edhe shteti. Në rastin në fjalë, në cilin ose në kontekstin më saktë që jemi në Republikën e Shqipërisë, jemi në valën e arrestimeve që përfshin zyrtar të nivelit lartë, eksponent të krimit të organizuar, dhe jo më kot ka vendosur pikërisht të dy subjekte, SPAK-u, që të ketë si subjektet posaçme, sepse pikërisht relacioni midis këtyre dy kategorive, pra zyrtarëve të lartë dhe grupeve kriminale, prodhon fenomene të tilla siç është dhe rasti aferave të SPAK-ut, në cilin kemi të bëjmë me përfshirjen e drejtoresës së përgjithshme, me përfshirjen e grupeve kriminale, me përfshirjen e zëvendës drejtorit të policisë, i cili merr peng një nga biznesmenët në mënyrë që ai të heqë dorë nga oferta që ta fitojë biznesmeni tjetër, dhe standardi ligjor, Grisela, i vetëm që mundson zhdukjen e këtij fenomeni është zgjidhja ekstreme. Pra pikërisht ajo që ne kemi vënë re në këtë kontekst, pra SPAK-u, zgjidhje ekstreme do të thotë nëse ky fenomen është i zgjeruar, siç kemi vënë re dhe në raste të tjera, atëherë vetmja zgjidhje është respektimi rigoroz i ligjit nga ana e prokurorisë dhe ndjekja pa arbitraritet dhe në mënyrë sa më eficiente ndaj këtyre subjekteve. Mersit, nga ana tjetër hetimi tregon se administratorë kompanish kanë kryer dhe transakcione të dyshimta dhe nga ana tjetër kanë përdorur dhe fatura fiktive për të legalizuar këto tendera. Sa i fortë është ky sistem aktual i kontrollit mbi tenderat publik dhe cilat masat ligjore mund të ndërmerren për të parandaluar të gjithë pjesëmarrjen e palishme të kompanive? Shiko, sistemi i tenderimit është sistem online, është tek faqja e prokurimeve publike, e-prokurime ka, siç kemi dhe e-Albanian, kemi dhe prokurime dhe aty ka llogari si për autoritetet kontraktore që hapin procedurat e tenderit, në rastin konkret edhe akshi, ose organi blerjeve të përqendruara, ashtu dhe operatorët ekonomik që marrin pjesë në tender. Problemi nuk qëndron, Grisela, tek mënyra si zhvillohen tendrat dhe tek ligjet e prokurimit, sepse po ta vini re, biznesmeni i cili u mor peng nga grupi kriminal në fjalë, ishte oferta që ishte mundshme të fitonte tenderin. Ai u mor peng pikërisht që ishte dorë nga oferta, në mënyrë që grupi me strukturën shtetërore të merrte tenderin. Pra do të thotë që nuk është çështje e kuadrit ligjor, është më shumë çështje e përdorimit të pushtetit për t'u imponuar kuadrit ligjor. Pra nuk e merr ai që i takon, sipas parimit të meritokracisë, sipas parimit ligjshmërisë, sipas parimit aksesit, por e merr realisht ai që ka përdorimin e pushtetit për interesa personale.
Nga ana tjetër, Mersit SPAK ka caktuar dhe arrest në burg për 2 persona, arrest në shtëpi për 2 të tjerë dhe ndalim të daljes jashtë shteti për disa të tjerë, përfshirë këtu edhe zyrtarët policia ashtu si ti e theksove. Si e vlerëson këto masa nga perspektiva ligjore dhe nga ana tjetër a janë të mjaftueshme për të garantuar në vijim edhe hetimin pa ndikim politik? Masat kanë efekt parandalues, por masat nuk janë garancia e ndëshkimit, sepse një person deri në momentin që dënohet me vendim të formës të prerë, prezumohet i pafajshëm. Madje edhe vetë SPAK-u në deklaratat që ka për informimin publik ose për shtyp, e thotë në fund të çdo potabilitet njoftimi që të gjithë masat dhe të gjitha hapat procedurale që ndërmerren nuk kanë vlerë në kuptimin e fajshmërisë, sepse çdo person prezumohet i pafajshëm. Qartë. Marsit, nga ana tjetër, do doja të ndalesha tek një tjetër çështje, tek aktiviteti Ervin Salianit, ku duket se nga një ran po sfidon deri diku edhe autoritetin e zotit Berisha dhe po krijon edhe fraksione brenda Partisë Demokratike. Si e ke parë gjithë televiziet dhe a mund thuhet se Partia Demokratike tashmë po ndahet në 2 kampet e kundërta dhe sa e rrezikshme mund të jetë edhe kjo përçarje për stabilitetin e Partisë Demokratike? Lëvizja e Salianit është një lëvizje që duhej në këtë moment. Ama problemi që ndron që Saliani nuk e ka legitimitetin në kuptimin e para është i përjashtuar nga funksionet publike, për shkak të dënimit që ka. E dyta nuk gëzon mbështetjen e strukturave drejtuese. Konkretisht zotit Berisha. Sepse shiko, Saliani dhe çdo Saliani tjetër që mund dali ka një problem Gresela. Mund të ketë masën 2%, 3%. Atë masë 30%, 20%, 20% sa kanë ngelur e ka zoti Berisha, të ish elektoratit dikurshëm demokrat. Kështu që kushdo që do të dojë të bëhet drejtues asaj partie ose të fillojë lëvizje politike, nuk e bën dot pa negociuar me zotin Berisha. Pra, edhe nuk i duhet Saliu, po dhe i duhet Saliu. Ky është problemi. Nga ana tjetër, a mund ta destabilizoj, po them, totalisht Partinë Demokratike dhe ta dobësoj opozitën përballë mazhorancës të gjitha këto lëvizje tashmë që po ndodhin brenda Partisë Demokratike dhe këto zhvillime të fundit? Mendoj që çdo diskutim dhe çdo debat është i shëndetshëm. Problemi qëndron në rezultatin dhe në subjektet që iniciojnë atë. Në rastin konkret, a do japi rezultat Salianit ata që e mbështesin? Kjo është pyetja. Qartë. Mendoj që fakti që kanë ndëshkim penal të formës së prerë, sidomos për kallëzim të rrem, e penalizon. Fakti që është i përfolur në lidhje me lidhje kriminale, në lidhje me funksionar të pushtetit socialist, e bën atë një figurë të delegitimuar. Mendoj që ata që realisht mund të gëzojnë një farë legitimiteti, po marr për shembull zotin Tomro Alizodi, më bën përshtypje fakti mos veprimit të tyre. Qartë. Nga ana tjetër, Berisha ka folur edhe për revoltat e Partisë Demokratike, që thotë se do të ndërpriten vetëm kur ky regjim të arkivohet. Si duhet kuptuar e gjithë kjo strategji, Marsit? Ka 4 vite që flitet për revolta, për mosbindje civile, për revolucione, edhe vetëm gjë që kemi parë është që zoti Berisha rrezimet kryetar dhe që shtura e besnikëve vazhdon. Qartë. Nga ana tjetër, si i ke parë edhe akuzat e zotit Berisha sa i përket dosjes së Ballukut? Akuza politike. Mundohet të përfitojë. Akuza politike në kuptimin që nuk kanë lidhje me hetimin, edhe me kuadrin ligjor. Mirë, Marsit, për ta mbyllur nga ana tjetër, a mund të jenë gjitha këto deklarata për të ushtruar presionet ndaj kryeministrit Rama dhe nëse këto akuza janë të vërteta, a kemi vërtet një krizë të brendshme serioze në qeveri, sepse Berisha ka theksuar se pas komunikimit të akt akuzës, Balluku shkoi direkt në kryeministri dhe sipas kreut të Partisë Demokratike ka kërcënuar qartë kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën. Zoti Berisha ka treguar që ka një imagjinat goxha letrare dhe që ditë krijoj narrativ, problemi është që nuk ditë të japi rezultat. Pra gjithë krimtaria e tij do të ishte e vlefshme dhe legjitime në momentin që kjo krimtari do prodhonte ndëshkim. Ajo që zoti Berisha ka është që mundohet të përndodhin ngjarjet, pa çdo gjë që ndodh, qoftë edhe në kuadrin e arrestimeve të SPAK-ut, qoftë në emërimin e një figure politike, qoftë në shkarkimin e tij. Krijon disa histori, sikur të gjithë këta i kanë shërbyer Ramës pra, Rama ka vjedhur pafund nëpërmjet tyre, i ka marrë lekët dhe në fund po i hedh në rrugë, kështu që këta janë thjesht viktima. Jo se janë të fajshëm, thotë, po që të gjithë janë viktima. Fakti që
ka këtë lloj amnistie e bën të dyshueshëm rolin e tij. E qartë. Mirë, Marsit, falenderoj shumë për gjitha informacionet kemi arritur në fund. Faleminderit. Mirë të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje se çfarë diskutuan ditën e sotme, pam një panoramë të tensionuar dhe komplekse pra nga seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë, ku përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës shpërthyen për çështje si arrestimi Belinda Balluku dhe dosja e Akshit tek deklarata e zotit Berisha që flasin për revoltat e Partisë Demokratike dhe vjen e kuqe kundër bashkëpunimit me krimin. Në qendër të vëmendjes qëndrojnë dhe institucionet e drejtësisë dhe roli i tyre në garantimin e llogaridhënies, ku SPAK pojton raste më të ndjeshme të abuzimit me fonde publike, ndërsa Kuvendi dhe Këshilli i Mandateve përballen me sfidën e mbajtjes së rendit institucional në mes të krizave politike dhe protestave opozitare. Dhe nga ana ndërkombëtare, tensionet mes NATO-s dhe Rusisë tregojnë se siguria globale kërkon vigjilencë dhe diplomaci, ndërsa zhvillimet ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikat e presidentit të SBA-s Donald Trump tregojnë se edhe brenda vendeve të mëdha sfidat politike dhe ekonomike ndikojnë drejt për drejt tek qytetarët